Handmade është diçka që gjithkohë bëhet të vlerësohet edhe, domethënë, edhe njerëzit normal e pëlqejnë, s'është ndryshe. E ma në mend flaka punimin e parë që e ka bo. Shitjen e parë, po, e mbaj mend, bile ka qenë Prishtinë, ka qenë një qafore, edhe puna që s'kam ditë si funksionon me posta e këto, e kam dërgu vetë, edhe shkova ashtu i mora paret edhe u knoqa shumë. Sot asoj dite kam kliente, edhe m'ka bo mu një tepër mirë, ashtu fitimet e para, edhe pse me qatë rrugë jëm shku kom blej diçka tjetër, po ka qenë shumë diçka e mirë. E fundit, cila u konë edhe qa jetu punu aktualisht? Po afron festat e fund vitit, po besoj që e kemi ndu në i farë ngjyre ma unike. Kemi fillu me u përgadit për festat e fund vitit, se është pjesa ku të gjithë bojnë dhurata. Jemi mundu me kështu motive të fundit vitit, fjollabore, dhurata, po palonanash janë edhe broshat, do me thonë ky ylli këtu është shumë i bukur, edhe është tamam për vitin e ri, janë këta kaprollat këto që janë shumë bukur, po porosia e radhës, po presim me na ardhë, se kemi porosi diçka për mu kompletu.